Mbi gjysmë milion euro është vlera e kontratës që SHSKUK-ja e ka nënshkruar me kompaninë MediHealth në emër të kontratës emergjente për furnizim me material për hemodializë. Njoftimi për dhënien e kontratës është publikuar nga vetë SHSKUK në kozgjatje prej 6 muajsh e në vlerë prej 508.215 euro 96 cent. Por Prokuroria Themelore në Prishtinë konfirmoi për Dukagjinin se aktualisht është në fazën e hetimeve të para për këtë kompani, që dyshohet për falsifikim dokumentesh. Prokurori i shtetit ka autorizuar Policinë e Kosovës për mbledhjen dhe grumbullimin e informatave relevante në lidhje me çështjen në fjalë. Aktualisht, prokurori i shtetit ndodhet në fazën e verifikimit dhe analizimit të kësaj procedure. MediHealth është pikërisht kompania që më 24 tetor dorëzoi ankesë në OSHP, sepse nuk ishte arritur ta fitonte kontratën e rregullt. Kjo kompani mohon se është nën hetime dhe se furnizimin e kryen menjëherë mbrëm dhe se gjatë kësaj periudhe ka ofruar edhe donacione për qendrat e hemodializës. Sa i përket çmimeve që kemi ofertuar, ato janë në përputhje me çmimet e rajonit, madje edhe më të lira. Megjithatë, është e kuptueshme që çmimet tona nuk mund të krahasohen me çmimet e prodhuesve kinez, pasi besojmë se jeni në dijeni që produktet kineze që nga fillimi kanë shkaktuar shumë probleme në funksionim. Kjo kontratë vjen pas shkëputjes së asaj me Medicom, e cila ndër të tjera akuzoi se punëtorët të SHSKUK-s punojnë për MediHealth. Por në një përgjigje për Dukagjinin, Adelin Deliaj, e apostrofuar në këtë reagim, ka mohuar pretendimet. Ajo tha se AKPPM dhe Oda e farmacistëve mund të vërtetojnë të dhënat për licensat e saj. Këto organe do të mund të vërtetojnë qartë se licenca ime nuk është aktive në asnjë operator ekonomik dhe çdo pretendim i kundërt është plotësisht i pavërtetë. Përnjos të çështjeve të prokurimit, pa pasur një vendim gjyqësor, kompania MediHealth nuk mund të përjashtohet nga gara. Nuk mund të privohet një operator ekonomik përderisa ose në faza kur çështja është vetëm duke u hetuar, por vetëm kur kemi një vendim të formës së prerë të organeve gjyqësore. Në Agjencinë e Regjistrimit të Bizneseve të Kosovës, kompania MediHealth figuron e regjistruar nga viti 2023 me 5 punëtorë.